Adriatik Lapa ka deklaruar se do lërë mandatin nëse merr vetëm një mandat. A mendon se do e mbaj fjalën? Se di, është pyetje për Adriatikun. Nuk kam habet, po thashtë pyetje. A do i kërkosh ti vetë që ta lërë mandatin? Jo, sepse është angazhim personal i tij. Edhe unë nuk i ndërhyj njerëzve ke angazhime personale. Po parimi ka qenë ky. Votat që merr secili e rendisin pra gara është e hapur. Kush merr më shumë vota personale, renditet i pari. Dhe Adriatiku ka marrë më shumë vota personale se të tjerët. A mendon se Adriatik Lapa mund të jetë lider i ardhshëm i Shqipërisë? Po pse jo? Jo vetëm Adriatiku, ka shumë të rinj që mund të jenë lider të ardhshëm. Kur besuam tek Luli si lider, pse mos besom në Adriatiku, thamun? Shiko, unë besoj që ne nuk duhet të planifikojmë 20 vjet të ardhshme ke një njeri. Se kjo na ka ndodhur. Pra në 35 vjet e kanë qeverisë vetëm 3 vet. Unë shpresoj që 30 vjet të ardhshme ta qeverisin 30. Pa sa më shumë të ndryshohen, dhe sa më shpesh të ndryshohen liderët, aq më mirë është për Shqipërinë. Nuk është se Edi Ramën e kam projektuar unë si lider, po fakti është që po qëndron 4 mandate. Po qëndron fatkeqësisht për fajt forcave opozitare. Kur them forca opozitare, e kam fjalën për rezistencën në shoqëri. Jo vetëm për partitë, por strukturave në shoqëri. Do të thënë Edi Ramës nuk i del përballë jo vetëm partitë politike, as mediat, as shoqëria civile, as akademikët, as grupimet tjera shoqërore që do duhet ti rezistonin, nuk po i rezistojnë. Kështu që nuk është një merit e tij, se sa është faji jonë.